Po pse nuk ikën, pse nuk largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike? Sepse po u largohet nga Partia Demokratike, ai duhet vënë direkt në burg. Dhe atë ka imunitet, e ka mburoj, ombrell që të shpëtoj burgut. Nuk do të shpëtoj burgut, jo, është i pandehur. Është marrë i pandehur që ditën e hënë dhe do vazhdoj të përgjigjet si i pandehur duke ju renditur akuzat një pas një. Është i pandehur që gjykohet në gjendje të lirë, por në fund fare do dalë atë për atë ku ka punuar. Ju e përmendët deri diku, po a mendoni se ka një marrëveshje konkrete të fshehtë midis kryeministrit Edi Rama dhe kreut Partisë Demokratike Sali Berisha në mënyrë që Edi Rama të qëndrojë në pushtet, ndërkohë nga ana tjetër vet Berisha të mbajë frerët e Partisë Demokratike? Absolutisht ashtu është e vërteta dhe kredi ndërgurë të udhës tani, kur thot populli, pra sepse vazhdimi i qëndrimit të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike gjithnjë në humbje, mban në pushtet Edi Ramën. Ka që thjesht, kjo s'do as më nas kalem. Por ka shumë të tjerë që pretendojnë se Berisha qëndron në krye të opozitës vetëm për të mbrojtur veten dhe familjen e tij. Absolutisht po. Pra tërri, për të mbrojtur veten. Po nuk do ta mbrojë dot as veten, se veprimet që ka bërë janë të dukshme, janë të dokumentuara, janë të mirë dokumentuara, të pasqyruara në dokumentat e BKH-s. Janë mbyllur ato problemet e Sali Berishës me BKH-n, janë skopsitur dosja. Sali Berisha do dënohet, pikë. Ndërkohë, nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama përmes ministrit të drejtësisë Ulsi Maja ka nisur një propozim që synon korrigjimin e SPAK-ut ose më saktë rritjen e nivelit të kontrollit ndaj tij. Ju si mendoni tani që fitoi zgjedhjet Edi Rama dhe ka 83 mandate, a e rrezikon më shumë SPAK-un që ndoshta jo për ta shkrirë, por siç pretendonte Berisha, por për të bërë ato korrigjimet që ta ketë edhe më shumë nën kontroll? Në radhë parë, Edi Rama s'ka fituar zgjedhje dhe zgjedhjet nuk janë njohur dhe zgjedhjet nuk do njihen dhe këto zgjedhje nuk kanë asnjë vlerë në politikën shqiptare. Për këtë të jemi plotësisht të qartë. E dyta, dhe sikur të ndodhë kjo që thoni juve, dhe sikur të ndodhë kjo, Edi Rama nuk ka absolutisht nuk ka shans që t'i afrohet SPAK-ut, jo më ta drejtojë, ta dirigjojë zyrtarisht. Nëpërmjet agenturave që punojnë, agentëve të iç sigurimit shtetit, si Punati Kraj, se ca të tjerë që janë futur në SPAK kontraband, ashtu mund të ndikojë ai. Po zyrtarisht që të thotë nuk e njoh, nuk e bëhet, i thotë mos bën atë, mos bën këtë të harrohet Edi Rama se nuk e bën dot. Sepse SPAK-un e komandojnë amerikanët. Dhe nuk do ta lënë amerikanët Edi Rama që të komandojë dhe të thallet me SPAK-un. Të ekspreson dhe Berisha, sepse aktualisht krimi i bashkoi në luftë kundër i konvergoi në pikën që quhet SPAK të dy partitë, të dy krerët. Edi Rama dhe Sali Berisha, që të dy kriminalë, që të dy vrasës, që të dy hajtut, që të dy të korruptuar, i kanë të tëra zezat. Janë komunistët shqiptarë, zotëri. Janë komunistët shqiptarë që nuk e duan drejtësinë. Këta duan një drejtësi të viteve 45, 46, 47 që ishte me Kovace dhe me Samargji, gjyqtare prokuror, po jo drejtësi të mirëfillt. Duke mbetur te pjesa e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe pjesa e Perëndimit e cila ka kontribuar në krijimin e SPAK-ut, liderët e ndryshëm europian e uruan kryeministrin Edi Rama për fitoren e zgjedhjeve, ndërkohë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka pasur deri më sot asnjë reagim sa i përket fitores së zgjedhjeve nga ana e Partisë Socialiste. Për këllësh evropiane ke fjalën ti, pra të Gonzato, pra që në ata që është martuar me një burrë, pra ata fëllëqësirat e Bashkimit Evropian që e kanë katandizur Shqipërinë këtu, pra ata palaço bandit të Evropës dhe të Sorosit që mbajnë, kanë 32 vjet që mbajnë njerëz të korruptuar në pushtet të Shqipërisë, jo zotëri si pyet njëri fare ata. Ata nuk e pyet njëri fare dhe nuk ka marrë pjesë Perëndimi, si thoni ju, Evropa Perëndimore në zgjedhjen dhe në vendosjen e SPAK-ut. SPAK-u është krijesë amerikane, zotëri. S'ka asnjë lidhje ata aty. Ta harrojnë. Po pse amerikanët nuk e kanë uruar deri tani Edi Ramën dhe nuk kanë pasur asnjë reagim? Të lutem, është pyetje retorike. Se kanë uruar se nuk ka fituar.
Se kanë uruar se nuk janë bërë zgjedhje, se kanë uruar sepse nuk i njohin zgjedhjet. Ju kujtohet në 2021 ambasadoren amerikane që tha kanë fituar Partia Socialiste me 74 deputet, pa mbaruar votimet, pa mbaruar numërimit, ajo bëri deklaratën. Tani ka 12 ditë nuk po ndihet ambasada amerikane. Kjo çfarë u thot? U thot që s'jepin zgjedhje. Ka gjithjesë. Prandaj dhe këta nuk festojnë, nuk brohorasin, nuk u bien daulleve për gjasme për fitoren. S'kan fituar zotëri, s'kan zgjedhje këto, nuk do njëherë. Përveç kësaj që thoni ju, a ka një mesazh tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e japin duke mos reaguar konkretisht në këtë rast? Pikërisht ai është mesazhi. Duke mos reaguar, duke heshtur, i thonë që ne nuk të njohim zotëri. Bëjta vetëm me mendjetën e tij. Bjeri Matara thuash, ne nuk të njohim. Ne nuk të njohim ty as për fitu zgjedhjesh, as për kryeministër, as për kryetar qeverie, as për gjë. Kush e lë Edi Rama të bëhet autokrat, më ç'bëni kështu. Lë Amerika të bëhet Edi Rama një çapacul të bëhet autokrat, harroje. Një njeri pervers, një njeri që merret vetëm me formula të ditën, një njeri që shkon në zyrat në punëseve të kryeministrisë, shkon me brek e pa brek. Po ka marrë se këto Amerika i ditë të tëra, çoni. Do ta pranojë këtë njeri për kryeministër. Urdhë? Ka marrë 8 vite 3 mandate, nuk janë pak. Ku i mori mandate, nga kush i mori? Po nga shqiptarët do e votuan. Po jo, zotëri, s'ka marrë gjë, keni gabim, asnjë gjë s'ka marrë. Është mashtrim e tëra. Tani KQZ-ja e ka certifikuar këtë pjesë. Vetë kryetari KQZ-s është për në burg. Ai Celibashi, ai krye hajduti mandateve. Dhe ai do vej në burg. Ju si mendoni, çfarë do duhet të ndodhte më njëherë pas zgjedhjeve të 11 majit, nisur edhe nga pretendimet e opozitës se ka pasur manipulime në zgjedhje? Nuk e di çfarë do ndodhte, di çfarë do ndodh. Di që pushtetin do ta marrë qeveria teknike që është shpallur sot edhe 15 ditë, e cila do organizoj, do bëj kushtetutën e re, republikën presidenciale, deputetët dhe senatorët, dhe nuk do ketë asnjë lidhje me këtë pushtet dhe me këto dy parti që janë deri tani në pushtet. Qeverinë teknike e kanë bërë amerikanët dhe shqiptarët e Amerikës, dhe qeveria teknike shumë shpejt do marrë frenat në dorë, do marrë pushtetin në dorë. Nga ana tjetër, ka element të opozitës që pretendojnë se kryeministri Edi Rama është shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duke qenë se është në pozitën e kryeministrit, ende nuk ka një vendim publik, po themi, pra një shpallje publike të këtij vendimi. Ju si mendoni, a rrezikon vërtet që Edi Rama të shpallet ose mund të jetë shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur edhe nga dosjet si ajo e Megonigalit? Edi Ramës ishte thënë vendimi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës që është non grata në Amerikë, dhe të tërë ju e shikoni dhe ne shikojmë që Edi Rama nuk e kalon dot oqeanin të vejnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e kontakton asnjë zyrtar amerikan. Nuk, domethënë, e kuptoni që e kanë bojkotuar, e kanë bllokuar, më i thonë iksa nuk të njohim. Ai rri atje, rri si Dordoleci në Arë të Mistrit, por nuk rri si kryeministër. Si kryeministër nuk e vlerëson njeri, nuk e avar njeri. Fare, hiç.